falëndrimi i takon vetëm Allahut Madhërisëm, vetëm atë falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet mbi të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili e përcjelli emanetin dhe e takoi Allahun xhalla xhelaluhu me drejtsinë më të madhe, mëshirën më të madhe të tij. Allahu na takoft me atë në Jannatul Firdaus. Dhe na i falt Allahu xhalla xhelaluhu të gjitha mëkatet. Me të vërtet Allahu subhanahu wa taala është ai i cili i ka bërë ditët në këtë dunja rrotull. Ai e krijoi kohën dhe ai e krijoi vendin. Ai e krijoi tokën dhe ja krijoi të gjitha të mirat njeriut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dhe ka thënë Kur'an, nëse mundoheni me i numëru të mirat e Allahut, nuk do të keni mundësi kurrë me i numëru. Dhe i njëjti Allah xhalla xhelaluhu na ka treguar se si duhet me i rujt dhe si duhet me i shtu të mirat. Wala in shakartum la azidannakum. Ka thënë nëse ju falenderoni, Allahu ka më ashtu të mirat. Që do të thotë se nëse njeriu nuk e falenderon Allahun, nuk mundohet me falendëru Allahun, nuk mundohet me ndejt në vijë me atë që Allahu ka porositur xhalla xhelaluhu, atëherë Allahu xhalla xhelaluhu na i merr të mira. Të mirat e Allahut subhanahu wa taala janë ato që Allahu na vendos në provë. Çdo e mirë e Allahut që na nuk mundem i numëru ata, por çata që kena mundësi i numëru për jetës, familjes, dijes, mendjes, agjerimit, ibadetit, të qenurit musliman dhe të shumë të tjera të mira, prej më të mirave në këtë botë, nëse nuk mundohemi me ja kthy, sepse na nuk kena mundësi me ja kthy Allahut xhalla xhelaluhu hakikat e realitet. Por nëse nuk tentojna, nëse nuk mundohemi me ja kthy Allahu xhalla xhelaluhu për kohën e islamin e të mirat e shumta që nuk kena mundësi me i numëru, atëherë Allahu na i merr ato. Do të pendohemi, ama do të pendohemi jo në pendim dunjas. Se ka dy lloj pendimesh. Ka pendim dhe pishmallok. Para se të vjen afati dhe pendohet njeriu dhe kthehet Allahu, sikur populli i Yunusit alayhi salatu wassalam, i cili ka jetuar në Ninova të Irakut. Në Irak kanë qenë 6 të dërguar të Allahut që kanë ardhur me emra mbi emra. Ndërto ka qenë Yunusi sallallahu alaihi wasallam, mbi 100.000 kanë qenë ata e u penduan para se me ardh afati i dënimit të Allahut. Allah na mundsoft mu pendu para kësaj. Dhe ka pendime tjera që janë pishmallëqe. Është pendu dhe gruaja e Nuhit alayhis salam. Është pendu edhe faraoni. Amantu, ka thonë besova në Zotin e Musës edhe Harunit. Mi po kjo s'është pendim më. Se e pa më dënimin e Allahut. E pa dënimin e Allahut. Se që Gjibrili alayhis salam ka tentu me marë zalë mja mush gojen, që s'ka pendim tash, farë pendimi tash, kur ti e pa dënimin e Allahut. Dhe 6 herë tjera para kësaj e ka pa dënimin e Allahut. Dhe nuk është pendu. Apo është pendu në mënyrë falsifikate, falc, jo originale. Prandaj e kena për obligim me mendu mirë, se dënimi i Allahut vjen shpejt. Se të mirat e Allahut merren shpejt. Se udhëzimin e Allahut ta merr. Se njeriu kur në zemër ka një udhëzues, që quhet wa'idhullahi fil ard. Vaizi i Allahut, këshilluesi i Allahut në zemrën tënde. Allahu ta merr ata që ti e gjen të vërtetën dhe nuk e gjen, andaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ka treguar atë kohë për natyrën e kësaj feje. Se si është njeriu, kur Rasulullah alaihi wasallam në hadithin e Imam Ahmedit në Musnad rahimahullah thot, si dërgoi Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thonë: inna li kulli amalin sharra wa li kulli sharratin fatra faman kanat fatratuhu fi sunnati faqad naja wa man kanat fatratuhu fi bid'atin faqad halak. Ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam për veprat që i bën njeriu. Çdo veprim apo vepër apo iniciativë apo udhëzim i Allahu xhalla xhelaluhu e ka një shtytje, e ka një hadh, e ka një entuziazm, qef, freski. Njeriu i mendon ato ditë të para të udhëzimit, dhe thot, ditë të para të udhëzimit kisha pas merak me vdek. Kisha pas dëshirë me vdek në çato ditë. Kur kom pas pak mëkate, kur s'kam qenë i zant me njerëzi, kur s'kom pas inat me askan,
kur ka dashur Allahu xhelle xhelalu dhe janë falë me qef. Janë falë me dëshirë, kam agjeru me dëshirë, kam shku në xhami me dëshirë dhe kam kontribu për Islam dhe ke ndi vetën mirë. Dhe thot pastaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna li kulli sharratin fatra." Pastaj mbas kësaj në çdo vepër prej veprave të Islamit që ti e ke, vjen ajo periudha e plagështisë, e pushimit, kur s'ki takat, kur thuj, kur të shkon mendja, por mos gabo me thonë atë fjalë, janë shkatru njerëzit, zbojnë xhamati, zbojnë ta, zbojnë ata, janë prish njerëzit, o prish dunjaja, atje, mos gabo me thonë këtë fjalë, shkon mendja. Sepse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kushdo që thot kad halakan nasu, janë shkatru njerëzit, fa huwa ahlakuhum, ai është më i shkatruari. Ai është një sprova Allahu xhela xhelalu. Andaj disa prej selefëve, rahimahumullah, disa prej selefëve, thot njëri prej tyre, kom fal 20 vite namaznate, pa janë dalë. 20 vite, se kom huq asnjë natë, se kom djej lezetin e namazit natës. A më një me paramendu, 20 vjet me fal namaznate, mos me t'hik asnjë natë. Namazit natës, s'kom djej lezetit. Ka zë drejtët, s'kom një lezet. Kjo është prova Allahut. Se me bo me ndjej lezet, vëllaj edhe shkavi falet. Edhe qafiri falet. Allahu xhela xhelalu e sprovon njeriun me rrethin dhe xhamatin me sendet që i kemi. Sprovon. Me raste antagonizmi, me raste ku ti s'pëlqejnë disa vëllezër. Do xhamat s'pëlqejnë. Ndonjëherë të shtëpia jote për shembull sul mirësh vesh me shtëpies tone për shkak inteligjencës. Mund të qenë më inteligjent apo më qenë ato më inteligjent se ti. Se mirë i vesh. Ndodh kjo. E merr noti vetën, i merr noti ata del bi shtëpisë, sulindër Allah faciluat e tjera. Në ndodhin të sejnë. Por mos e humb shpresën të Islami dhe të falënderimi dhe të mirat. Shikoj pjesën e mirë të Islamit. Sa Allahu xhela xhelalu ka dhënë vëllezër, ka dhënë xhamat, ka dhënë njerëz, ka dhënë musliman, ka dhënë udhëzim, ka drejtuar, s'ka devijuar. Shiko pak të njerëzit tjerë në dunja, të cilët adhurojnë lopën, e tjerë budën, e tjerë njeriun, e tjerë lot vorrin, evlian, hanën, diellin, yjet, njerëz ndryshëm të cilët nuk kanë lidhje me fe dhe nuk kanë lidhje me shpëtimin e Allahut xhalla xhelaluhu. Shikoj mirë këtë pjesë. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam natko ju ka treguar sahabeve se kam ju ndodh kjo. Wa inna li kulli sharratin fatra. Se çdo hodh, entuziazëm, përparësi, lehtësi që Allahu të ka dhënë, falëndrim dhe vepra të mira, dhe namaznate, dhe agjerim, dhe ibadete, dhe kënaqësi që i ndjejmë ti në ato ibadete, do të shuhet kjo pak. Dhe sprova Allahu xhalla xhelalu. Prandaj kuptojeni se edhe ky ummet, për shembull, na kena arrit 1447 vite, kena arrit. Ky ummet i cili Allahu e din sa ka me Zot, ka periudha kur ngritet edhe bie. Ka periudha kur ngrit edhe kur bie. Prandaj mos bëhemi na musliman vetëm në periudhën kur është ngrit. As mos bëhemi na musliman me mendue sendet që prej gabimeve të kohës son. Sot, se hoxha shkon, apo xhallat shkojnë, apo nxënësit e dijes shkojnë në Arabi dhe kthehen, dhe ne i lexojmë sahabët fragmente nga jeta e sahabëve dhe na mundohemi me praktiku islamin e fragmenteve të sahabëve të vllazërit tonë. Jo, vëllazë, na nuk jena sahabë. Do të më kuptoj këtë. Na nuk jena sahabë. Dhe nuk duhet me standardet e sahabëve. Se ata kanë qenë shumë afër me njëri tjetrin. Kanë pas besim te njëri tjetri. Kanë pas Rasulullah alayhis salam. Ka qenë në periudha e parë. As në islamin e tabiinëve, na nuk mujna. Nuk e kena ata njerëz, mos u dëshpëra kam qëllimin. Mos u dëshpëra. Prandaj, Muhamedi alayhis salam do tregon se ka ngritje dhe ka zbritje. Pra muslimani është në qef, në dëshirë, në entuziazëm, mirësit Allahu xhela xhelalu dhe ka raste kur të bie. Kur të bie imani atëherë ruaju. Pra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tregon se këtu vendosen sendet. Vazhdo. Kjo ka po folna për hadithit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kjo është nivel të talebës, të nxënësit dijes, të hoxhës, të dietarit të madh të kadijut. Për shembull, vëllazër, se nuk e përfundom hadithin. Ka hoxh për shembull ai dëshpërohet me xhamatin. Shumë nuk ndjen shumë respekt i xhamatit, nuk e respektojnë xhamatin shumë e tjerat. Ai fillon me ndryshu mendimet pastaj. Du mi thonë juve ndonjëherë, ju sebeb jeni, xhamati sebeb, ti mos më thonë ç'i bëu në sebeb po. Ti.
Najna sebe. Edhe mënët më leriu një vëlla jonë. I ndron mendimet ai. Ai ka përgjegjësinë vet, edhe ti ke përgjegjësi. Na kretë kila përgjegjësi. Se kretë zbashku jena. Hadithi tregon dobësinë e njeriut, sa është i dobët njeriu. Hadithi tregon natyrën e Islamit, si duhet me adhuru Allahun xhel xelalu. Thash parzit, nëse njeriu ki ndek knatësi të mëdha, po vallahi edhe jo besimtarët kishin fal namaz. Sa ato në për diskoteka shkojnë mu knaq. Ato në gjunahe shkojnë mu knaq. Me e di që ka knatësi vjen edhe në xhamia, po ato nuk e din. Wallahi nuk e din, prandaj disa preseleve kanë thonë, me e dit ato se çka ndjeren në xhamina, me kishin marrë me shpat. Po ato se din. Nëse flasim për aheng, për zabav që thënë ata, po vallahi billahi nuk ka mundësi atmosferën e Ramazanit që e kemi në xhamiat tona në 10 e fundit, ato as në ëndër s'e shohin ata. As ëndër nuk kanë mundësi me pa atmosferë. As knatësi që e ndjen besimtari. Ai të shepër jashtë e lidh vetëm çashtu. Mirë po, ndonjëherë Allahu xhelalu xhelalu na i merr këtë bereqet. Për x mëkatin, x gjunahun, po ndonjëherë pa mëkat hiç, ta merr Allahu xhelalu xhelalu me të pa në sprov. Shikoni vëllazër se na harojmë këtë çështje. Allahu na ka krijuar çdo frymëmarrje që e marrim na është sprov për ne. Allahu na ka krijuar çdo frymëmarrje që e marrim është sprov për ne. Me na pa Allahu kush është më për mirë. Prandaj nëse Allahu e shetena se ne ka dhënë një hov të madh, edhe ti e kërkon atë hovin, atë knatësinë ditës parë. A kush prej neve nuk e kërkon? Kush prej neve, muslimanëve, nuk e lip atë knatësinë e madhe, se ti e ndjen vetën faktikisht një evlija prej evlijave të Allahut kur lidhesh namaz ato ditë të para të udhëzimit ti ke fluturuar krejt. Në qef madh ti çej. A ka lumturi më të madhe se ajo? Kur ti e udhëzuar dhe ke kuptuar fjalën e Allahut. Kur ti për shembull ditën e parë ki nis me kuptuar një ajet kuranor, krejt prej hoxhës. Edhe ki mësu arabisht. Krahasi më të madhe se kjo s'ka. Kur ti ki mësu arabisht një 3-4 fjalë arabisht, një hadith. E ki mësu s'pari herë. Krahasi më të madhe se kjo s'ka. Kur ti ki mësu ki ndëgju një fjalë të madhe të një dietar islam, në shpjegimin e islamit, s'ka diçka më të madhe se kjo. Apo ai nxasi i dijes s'pari herë kur ka mësu arabishtën. Apo baba i vet kur ka qenë prej shtëpisë vet. Apo ai hafizi që ka dalë hafiz. E tjerat prej knasive të shumta që ndodhin në dunja të udhëzimit më rënda. Allahu xhelalu xhelalu na i merr. Andaj thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Wa inna li kulli sharratin fatra, faman kanat fatratuhu fi sunnati." Kush prej juve atë kohën e pushimit të plagështisë dhe dëmbërisë, kur nuk ka qef, nuk i shkohet shumë në xhami, nuk i shkohet shumë në ders, nuk do mu taku me vëllezër musliman, nuk do mu lidh me namaz shumë e tjera, kur ka dëmbëri të mëdha, kur shep probleme, kur ka fitne. Ndonjëherë ka asë lloj fitne të mëdha që menja s'ta merr, to. Fitne, sikur sot ka fitne të shumta, faman kanat fatratuhu fi sunnati faqad naja. Shpëtimin ju e keni në këtë periudhë, nëse qëndroni në sunetin tim, do të shpëtoni. O Allah na mund të shpëtonit. Sunetin tim të e ka qëllimin në akiden time, në binjen time, metodën time, menhexhin tim, mënyrën time. Pra lidhë Allah, vazhdo me shku në xhami, vazhdo me bëj vepra të mira, vazhdo me qenë musliman, vazhdo me kontribue, edhe nëse nuk ndjen, edhe nëse ka shumë prej fitneve dhe ka. Nuk u zon besimtari me lejue, që shejtani mallkuar me të bë fitne të dominove një pas një, e ti me elan islamin. Jo, mos gabo. Se luftën e ki me shejtanin, se ki me vllahtar. Nuk ka thënë Allahu xhelalu xhelalu se ju e keni luftën me vëllezërit tu. Inna ash-shaytana kana lakum aduwa fattakhidhuhu aduwa. Shejtani e keni ju armik, merrni për armik. Kushdo prej neve që merret direkt me shejtanin, krahasi nga mendje. Andaj ka knatësi më të madhe, se ti me lëviz gishtin e tauhidit, shejtanit i vjen më shumë se me hekën i mshur. Knashu, gëzohu. Kështu e ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A ka më të mirë se kjo mi fol për dorën vllautan, e me drit dorën me shkund dhe me ra mëkatet. Mendoje këtë pjesë. A ka më knatësi më të madhe se mi aprek jetimit, flokët ati dhe me të ra mëkatet tyje dhe me shlu Allahu bereqetin e vet. A ka send më të mirë në dunja se me i li supet edhe kam ti namaz me vllahun tan, edhe pse nuk e do, edhe pse nuk pëlqen, edhe me qenë zbashku aty. A ka diçka më të mirë se me shku në ders, nuk të shkoti në ders, se e merr inatin me shejtanin tan, lufton edhe shkon. Dhe këto janë sendet ibadetet më të mira që duhet njëri me gjetë energji dhe iman të vetvetja që me na i kthi Allahu xhelalu xhelalu bereqet. Thash edhe një herë, me pas qenë vetëm me knatësi, la jaladuna bisayuf, ka thonë a'imatu salaf, Allahi innehu le murru alejhi bi awqatin, kalojnë mu disa mendime
e disa çaste të kënaqësisë, wallahi me di se ahlul janna, banot e xhenetit janë në atë lloj kënaqësie, wa innaha la jinan, fa kënaqësia është ajo. Mi po ka raste kur të vjen te huna, ja lejteni, ti thua ja lejteni kuntu nasiyan mansiya, kisha qenë i vdekur më mirë. Të më kishin harruar njerëzit më mirë. Ka si rast, lloj raste. Sikur që ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, se ka raste besimtari ka më kalu nga vorri i vllau vet, ka më thonë ja lejteni kuntu makana, o kisha qenë më mirë në vorrin aty. Se të vjen te huna, e vërtet. Po kur vjen te huna mos gabo me ndryshu mendimet. Kur vjen te huna mos gabo me ndru mendimin për fen, për hakun, për bidatin, për shkotën, mos gabo. O vëllazër, na shohim njerëz se i kanë ndru mendimet. Ndron mendimin jetë, krejt. Dhe neve duhet më na udhim te person. Se na janë sot. Një hisë të asoj na kemi. Duhet më marr përgjegjësi. Një hisë të asoj na kemi. Atë vëllazër, nëse i thotë bidatit, për shembull, i rrin më gati dikujna, se vetë ti edhe na, atë ku është problemi? Edhe na është problemi. I rrin gati dikujna, sa i rrin gati njëri tjetrit. Sa e vizitojnë njëri tjetrin. Sa e kemi gajle për njëri tjetrin. Sa jetojnë në mendimin e vllaut ton. Sa i shohim problemet atij tjetrit. Se morë për thonë se cili për po gjithë na i kena probleme të valla. Edhe na kena probleme. Edhe unë ka problem vet. E vërtet, por Allahu xhelle xhelaluhu ta shikon këtë pjesën se kur jeni në zonin më të madh, kur jeni në luftën më të madhe, sikur që thot Ali radhiyallahu an, kunna nahtami bi rasulillah. Shefni pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ai ka qenë njëri. Edhe ai ka qenë njëri. Edhe ai s'ka pas vakt. Edhe ai ka pas familje, i ka pas në ngra, ka pas një ummet, ka pas delegacione, kreti ka pas sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë ka gjetë vakt. Prandaj nuk është më punë vakti, po është punë vullneti. Jetojnë në kohën e WhatsAppit, në kohën e telefonit. Një SA, halal është mi thonë SA. Leni atë khilafin gjëllim, nuk lejohet. SA, jo selam aleikum, një SA mi ashtu dikujna. SA shkuja, s'ka lidhje. I shkon apo e ndjen vetë njëri më mirë. Çish nuk je. Kjo është pjesë për bërse jona. Kjo është, ajo është prova Allahu xhela xhelal. Ne mos harrojmë se natyra është prova Allahu xhela xhelaluhu. Shiko, çka na përshkruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra na thot neve se Allahu qëllimisht provon ty me një vepër për veprave që ke qenë i fortë dhe i njohur për atë vepër, Allahu ta merr një kohë atë knacina asaj vepre dhe ti nuk i benzin, ti nuk i naft, ti nuk i çka djeg për vetes. Megjithatë ki çka djeg për imanit, ki çka djeg është vetvetja, e ke atë idenë dhe nuk e ndryshon. Vëllazër, gjithçka çka sheni për ndryshimeve të mëdha. Ndryshimet e mëdha ndodhin për kësaj. Ama na jena sebeb i asaj, ta dim ta. Na gjithë jemi sebeb i asaj. Se pasha Allahun. Po mos kish dash Allahu xhelle xhelaluhu. Po mos kish dash Allahu xhelle xhelaluhu, se shim mullzu krejt. Sto mesele çka i din ti sot. Mëse pas ardh dikush me ti bë gatshme, vallahi se kish kuptu. Sa njëri sot në botë mendon dhe bëhet Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ai lidhje s'ka. Ja ka sjell dikush ato mesele. Sa sende në botë janë sebeb mas sebepi që Allahu ka udhëzuar njerëzit. A shihni Arabinë vëllazër? 200 vite ka pas shirk atje. Para kësaj, 200 vite kanë bërë njerëzit kurban te Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Letrin kanë thënë Rasulullah te Sami kanë thënë, ja Rasulullah jena filan luftën në ndihmë direkt. Kështu kanë thënë. Kështu kanë deviju njerëzit. Dhe Allahu xhelle xhelaluhu dëshiron një rast për rasteve më ndodh në Stamboll me uçudo xhamat dhe me i fido vorre. Dhe sultani asaj kohe s'ka pas mundësi, suni ka qenë, nuk ka qenë dervish. I sunetit ka qenë, por prej ligjeve të asaj kohe është dashmi për zana të xhallar në botën arabe dhe atje takohet Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Allahu azza. Dhe për hapet tauhidit të njerëzit. Dhe na mësojnë na shkojnë në botën arabe, e mësojnë atë tauhid sot e bina këto. Çka kjo është? Shumë e thjeshtë është. Prandaj duhet me i rujtë dhuntit Allahu xhelle xhelaluhu. Se nesër ditën e kiametit nuk do të jetë kështu. Andaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na i përshkruan neve detajet e udhëzimit, detajet e falënderimit, detajet e kënaqësisë së veprave që i bëjmë dhe jo çdo vepër na që e bëjmë është në kënaqësi. Andaj vëllazër, kur lexojmë jetën e sahabëve radhiyallahu anhum, na shohim se ata kanë pas dëbëri një herë. Edhe ata janë tut, o vëllazër, ka raste sahabiu është tut. Sa që thot në luftën e Hendekut, Hudhaifa ibn Yaman radhiyallahu anhu, kur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kërkoi prej sahabëve në natën e ertë dhe të ftoftë, idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum, kur ju ardhën juve mushrikt prej lart e prej poshtë, prej djathtas edhe majtas,
u idh zagatil absar, syt ju shkun lart, u shtangën syt. Sahabe i thot. Sepse Kurani fisnik i përshkruan senet origjinal sikur që janë. Jo sikur shumë vëllezër sot jetojnë në kohën e populizmit. Këtë populizmi e kemi dëgjuar te partijat. Mesin e vëllezërve musliman. Te tonë ka populizëm. Jo, unë s'tuk të heq kur. Jo, s'tuk të heq. Heq nuk të është. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. الله thot, u erdh zemrat e fyti juve prej tupës. Sahabëve thot. Na nuk kena mundësi mu krahasu me ata, heq, as krahasim me bo. Sahabëve thot. Me po me gjithë këto gjetën iman. Dhe thot, Hudhaifa ibn Yaman duke shpjegu këtë ngjarje, këtë rast, në ftoftin e madh që ka ardhur prej stuhis, si ndim prej anës Allahut, kundër mushrikëve, edhe si sprovë për besimtarët, kush po shkon me mpru lajm për mushrikëve, 3 herë thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asnjë sahabi nuk thot po. Kush shkon, kush po ngritet me shku me mpru lajm për mushrikët, se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vetëm se u ka shti fitnën mes mushrikëve, Gatafanit, Kurajshve, edhe jahudive, edhe munafikave. O ka shti fitnën. Dyshimi ka hita ata. Ftohti i madh. Errësira e madhe. Ta sprovat e sahabët është. Allahu e përshkruan gjendjen se zemra te fyti u ka prej tupës. Syt janë shtang. Djathtas edhe majtas. Këtë kjo gjendje e shumë e rëndë. E rëndume, po 3 herë na thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kush shkon me mësill lajm asnjëri. Kush shkon me mësill lajm asnjëri. S'përgjigjet. Kom ja Hudhaifa, ngritë Hudhaifa. Thotë u çova ka dal. S'pota, s'kisha mund dal gadal shua, derisa e ka treguar rastin deri në fund se çka ka ndodhur. Por kjo është realiteti. Kurani dhe Suneti nuk na i përshkruan ne sendet me fantastik. Me shkencë fantastike. Jo, sikur që janë sendet ashtu. Pra besimtari pjedhem, besimtari ndjen lodhje, besimtari mërzitet, i vjen te huna, lodhet, raskapitet. Do se në s'ki mundësi me ndëgju, befasohesh prej shumë sendeve, mos i ndrysho mendimet. Qëndron hak, vizitoje, re, mos i ndrysho sendet, se ato sende vallahi me kalimin e kohës, Allahu xhela xhelalu kur kalon sprova, largohen rret, vjen drita, vjen dielli, vjen pranvera, vjen mëngjesi, alaysa subhu biqarib, Allahu ka thënë xhela xhelalu, a nuk është mëngjesi afër, pra lutim Allahu xhela xhelalu që Allahu subhanahu wa taala të zbret bereqetet ati në zemrat tona. Që Allahu xhela xhelalu të ndaj hap syt e zemra para syve të ballit. Që Allahu xhela xhelalu të na bën dashur këtë fe. Na bën të urrejtur mëkatet. Që Allahu xhela xhelalu të na largon prej labirintit të mëkateve. O Allah na largon prej labirintit të mëkateve. O Allah na largon prej labirintit të rrethit të mëkateve. Na shtin në rrethin e ibadeteve. Na shtin në rrethin e jetës së mirë në këtë dunjë. Na i lehtëso sendet në këtë dunjë dhe në ahiret. O Allah na bën prej banorëve të xhenetit. Kushdo që nga ky ummet ka breng, ka gajle, ka sende që është sulmu dhe i është bërë për drejtësi, Allah, largoj për drejtësien, largoj e brengën, kthej në shtëpinë e vetë, takoj njerëzit, ose pranoj si shahida, o Allah, o Allah, ne e shumë shirën tonë dhe zemrën tonë, ne e bën të dashur këtë fejmë, më të dashur se ujin në ditën e nxehtë, ne e bën të dashur këtë fejmë, më të dashur se ujin në ditën e nxehtë, na bën për atyre që të takojmë ty dhe të shikojmë fytyrën tonë. O Allah, na mundëso me pinë nga dora Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, na bën prej iftarët të imanit, na largo prej kufrit. O Allah, sikur që na ka bërë prej muslimanëve na ka sjellë në xhumë dhe besojnë në ty la ilahe illa Allah dhe themi dhe falim namazin dhe japim zakatin dhe agjerojmë dhe kryjm haxhin. O Allah, sikur që i bëjmë të vepra kështu, na bën për atyre që vdesin në la ilahe illa Allah dhe dalin faqe bartë te. Walhamdulillahi rabbil alamin.